محمد رسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد. Falenderimet të takojnë Allahut të madhruar, ata e falenderojmë prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë, ata që udhëzon Allahu nuk ka kush që e humb dhe ata që Allahu e lën e humbje nuk ka kush që e udhëzon. Dëshmojmë se nuk ka të adhuruar me të drejtë përveç Allahut dhe dëshmojmë se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është robi dhe i dërguari i tij. Të nderuar vëllezër, lidhja e robit me Allahun fuqiplot është shumë e veçantë. Robit i kërkohet atë sa ka mundësi t'jetë i përkushtuar, atë sa ka mundësi t'i kryej obligimet ndaj Allahut fuqiplot. Lidhja është ngritur mbi bazë të dashnisë, sikurse e kemi përmend javën e kaluar. Ajo dashni padyshim që duhet të jetë e shoqëruar edhe me respekt. Respekti nën kupton që rregullat e xhamisë të respektohen si rregullat e xhamisë, rregullat e namazit, të xhumas, të hutbes, derisa imami flet, të tjerë dëgjojnë, i lojnë të gjitha angazhimet tjera, asnjë prej atyre angazhimeve nuk janë të vlefshme që me humb vlerën e dëgjimit të hutbës. Andaj të jemi shumë të kujdesshëm. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, ai i cili vetëm me gishtë prek një guralec derisa imami është duke fol, ai realisht e ka humb vlerën e hutbës. Neve vrejmë në vazhdimsi që njerëzit, vllazërit tonë, xhamati jon angazhohen nganjëherë, mbas edhe pa dashje, mbas edhe pse ju ka bosh prehi me gjona të cilat nuk janë bazike për çka kemi ardhur në xhami. S'kemi ardhur në xhami me bo scroll në telefon, s'kemi ardhur në xhami me kthyer çka po shkruajnë rrjetet sociale. Vim në xhami me përmbush një obligim. Padyshim, pavarësisht kush është ai i cili ka hyrë në mimber edhe flet, e kemi obligim me dëgju për shkak se është pjesë e ritualit, pjesë e ibadetit të cilin e kryj. Allahu i madhruar e trajton robin e vet me shumë mirësi, e trajton robin e vet me shumë mëshirë. Allahu i madhruar si askush tjetër i përgdhel robërit e vet ashtu që ne si besimtar që jemi s'kishim ditë me lyp atë që Allahu i madhruar na ofron. Thot Allahu i madhruar një hadith kutsi, janë 3 fjali të cilat i përcjell pejgamberi sallallahu alaihi wasallam si fjalë të Allahut drejtuar neve. Janë jashtë Kur'anit, është frymëzim që i ka ardhur pejgamberit alayhi salatu wasalam prej Allahut, edhe atë frymëzim na e përcjell pejgamberi alayhi salatu wasalam me fjalë të veta. Thot kështu. Thot Allahu i madhruar, ja ibn Adama, innaka ma da'awtani wa rajawtani, ghafartu laka ala ma kana laka wala ubali. O biri Ademit, o njeri, sa herë që ti të më lutesh mua, edhe sa herë që ti të shpresosh në mua, unë do t'i falë ty të gjitha gjunahet, çfarë do të qofshin ato, edhe unë askujt nuk i jap llogari për këtë. Fjalia e dytë, thot ja ibn Adama, law balagat dhunubuka anana as-sama'i thumma astaghfartani ghafartu laka wala ubali. O biri Ademit, o njeri, sikur gjunahet tua të mrishin kupën e qiellit, e pastaj ti të kërkoje prej meje falje përzemërsisht, unë kam me t'i falë gjunahet, edhe nuk i jap llogari askujt. Dhe fjalia e tretë, thot Allahu i madhruar, o biri Ademit, sikur ti të vish tek unë me gjunahe sa e zën hapësirën mes tokës edhe qiellit. Veç në mesin atyne gjunaheve nuk ndodhet një gjuna, ajo është shirku. Nuk i ke dhënë hise, Allahu thot, nuk i ke dhënë hise në atë që më takon veç mu as kujt përveç meje, që është ibadeti. Ato gjunahe tjera mundën me qenë shkelje, tronda, tleta, kundërvajtje, mundën me qenë gjunahe dhe të mëdhaja, mirë po shirki jo, thot nëse vjen me gjunahe aq sa e mbush mes tokës edhe qiellit, unë kam me taku ty me aq falje, me aq magfiret, sa ke arti me gjunahe tek unë. Ndërru vllazën, logjika njerëzore e don falja,
e din edhe se virtyt është kërkim falja. Mirë po logjika njerëzore nga njerë e thotë se kërkim falja e shpesht mbase edhe e privon njerin prej faljes. Na, kur i bojmë njëni tjetrit, ndonjë faj, ose ndonjë ofendim, ose ndonjë diçka, i kërkojmë falje edhe burrat e mirë faljen. Po kur ajo përsëritet edhe të herën e dytë, e tretën, e të katërtën, edhe ai që ka gabuar ngurron me kërku falje se thot e te prova. Edhe kjo në raport me njerëzit mundet me konë e sakt, po në raport me Allahun, Allahu ka thonë, robi im, ti je gabimtar, edhe unë kështu të kom kriju, edhe kështu të du, edhe kështu të pranoj. Mos e harron një gjë, sa herë të gabosh, ktheho, përmirëso, ndike çardhje, kërko falje. Edhe ai gabimi tjetër që kime e bo, mundet me koni të njëjtit lloj të gabimit, mundet me koni lloj tjetër e kështu me radhë, megjithatë sa herë të kërkosh falje, unë të fal, kështu thot Allahu fuqi plot. Dorën zemër veç do të me koni për zemër njeriu në kërkimin e tij falje Allahut. Kështu që Allahu thot o robi, sa herë të më lutesh mua edhe të shpresosh në mua, unë do të t'i fal ty edhe nuk i jap llogari askujt. Lutja është një prej gjanave më të mrekullueshme që Allahu i madhruar njeriu t'ia ka dhënë si mundësi. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Zoti juaj tha, mu lutni mua, unë ju përgjigjem juve. Ky është ajeti i Kuranit. Allahu ka thonë, pra premtim i cili nuk ndryshon asnjëherë. Mu lutni mua, unë ju përgjigjem juve. Çka po don garancë më të madhe se sa me të thonë Zoti i gjithësisë, i plot fuqishëm, i gjithë pushtetshëm, i gjithë mundshëm. Me thonë, sa herë të lutesh gjithkohë të përgjigj. Na e dim se në jetën tonë kemi kërkesa prej më të ndryshmeve, prej më të lloj-llojshmeve, edhe e dim se i kemi parashtruar Allahut lutje nga njerë nuk na janë plotësu. Mundet me ekzistu ndonjë pengesë tek ne. Mirë po premtimi i Allahut është i gjithë zbatueshëm, edhe i gjithë realizueshëm, edhe nuk ndodh që njeriu t'i lutet Allahut me përkushtim, me sinqeritet edhe me përzemërsi, edhe duke e pas një mendim të mirë për Allahun, se Allahu thot, unë jam ashtu si më paramendon robi im. Allahun me e lut, pra me bindje të plot se Allahu do të përgjigjet. Nëse e lut me dyshim, rreziku është mos me të përgjigj. Thot pejgamberi sallallahu alejhi ve sellem, mos ju drejto Allahut me lutjen, o Zot, falem nëse don. O Zot, mëshiron nëse don, se Allahu nëse don të falë dhe të mëshiron, s'mundet kërkush me shtime me zor Zotin as me të falë, as me të mëshiru. Po ti bën lutjen duke qenë i bindur, etika e besimtarit në lutje është lutë Allahun duke qenë i bindur se Allahu do të përgjigjet. Edhe krejt kjo pra po u lidh ka me atë se sa jemi ne të vëmendshëm, edhe qysh e kemi ne gjendjen e zemrës tonë, derisa e lutim Allahun fuqiplot. Madje edhe atëherë kur ndoshta nuk na kujtohet me e lut shumë as miri, ose nga njëre kemi një nevojë edhe na duket se vetë e kryjm, vetë e përmbushim, harrojmë mbase me e lut Allahun, megjithatë edhe kur punojmë me vetë iniciativë, ajo shpresa në Allahun fuqiplot, se Allahu po i përmend këto dy gjëra, po thotë më lutesh mua dhe shpreson në mua, e unë të fali, unë të jap, unë të siguroj. Domethënë, lutja edhe shpresa në Allahun fuqiplot është virtyt të cilin secili besimtar do të me e përvetësu në jetën e tij, edhe simbas tij me jetu. Pastaj fjalia e dytë që e përmendëm në këtë hadith kutsi ka të bëjë me mëshirën e madhe të Allahut fuqiplot, e cila nuk le hapësirë mëshirën e madhe të Allahut fuqiplot, e cila nuk le hapësirë që njeriu të zhgënjehet ose të dëshpërohet ose të humb shpresën. Thotë o robi im, o biri i Ademit, nëse gjunohet tua arrin kupën e qiellit, e ti kërkon falje, unë e ti falje. Këtu te kjo nuk përjashtohet shirku. Këtu mundet edhe shirku me konë, dhe nëse njeriu kërkon falje për shirkun, edhe shirkun Allahu e fal. Kur thuhet në Kur'an, Allahu nuk e fal shirkun nëse njeriu s'kërkon falje. Përndryshe nëse njeriu çfarë do gjunohet që ka bë, kërkon falje, Allahu i madhruar e fal, edhe kjo nuk le as pak hapësirë se njeriu të zhgënjehet. Për arsye se humbja e shpresës në rahmetin e Allahut fuqiplot është fitoria më e madhe e shejtanit. Shejtani më shumë ti ka qef me e bë njeriu pa shpresë. Edhe Nale, se zban me folët kur të folë hoxha. Do më thonë,
Shejtani fitoren më të madhe e ka me e bo njeriu të pa shpresë, po edhe secili armik me të cilin përballesh. Sfidën kryesore prej tij e kibe ta humb shpresën. Betejat e kësaj jete mundën me kon kalimtare, nga njerë fiton, nga njerë humb, mirë po shpresën njët asnjëherë s'ban me humb, e sidomos shpresën prej kësaj mshire kaq të madhe, të pakufishme të Allahut fuqi plot, me bo me humb, atëherë çaj njeri që e ka humb shpresën, ka humb gjithçka. S'ka mo vullnet për kur një sen, derisa mon nuk i mbetet vullnet as me u përmirësu. E shes se ka gabu, e shes se ka marrë drejtim të gabum një jetë, do të me u kthy. S'ki qare pa u kthy. Për me përmirësu atë që ka mbet, nëse unë për shpresa, nuk e ka kurajon as me u kthy. E s'ban me ndodh kjo, për këtë arsye Allah i madhruar na motivon në format këtilla, edhe na premton në format këtilla, edhe na jep përgëdhelje të kësaj natyre, thjesht veç për një gjë, mos me leju që neve me na humb shpresa. Edhe e fundit fare ajo që e përmenda realisht që ka ardhur në hadithin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, edhe në ditën e gjykimit, nëse njeriu del edhe pa bë teube para Allahut fuqiplot, del për ndonjë gjuna edhe pa kërku falje. Ne jemi njerëz gabojmë në mënyrë sistematike, ne jemi njerëz gabojmë në mënyrë të vazhdueshme. Nganjëherë ndonjë gabim që e kemi bë harrojmë. Sikur me njëri tjetrin, nganjëherë kemi thonë një fjalë, ai tjetri ta ka marrë për të keq, është prek, është lëndu, ti se din. Ose se ke pas qëllimin, ose për shkak se si ja ke vënë mendjen. Edhe ti se din se ai është prek, për mja lyp halalin, me thonë, më falë o vlla se pa ta qëllimin, ose më falë se si ma ta fjalë, bo ma halal. Njeriu i mirë lyp halal, njeriu i mirë bën halal. Na dalim para Allahut fuqiplot me ndonjë gjuna, për cilin s'na ka shku mendja me kërku falje, e kemi harru, ose se kemi ditë që kemi gabu, ose e kemi ditë që kemi gabu, por ja që jeta s'na ka dhonë atë mundësi, nëse pastaj në çdo gjunahe nuk ndodhet shirku, ai i cili të largon, ta shkput lidhjen me Allahun, edhe ato Allahu i madhruar ti ofron si mundësi me t'i fal, andaj nuk gjejmë kërkon as prehjet këtil, as përgëdheljet këtil, as mirësit këtil, përveç se në lidhjen tonë me Allahun e madhruar, e lidhje kjo e cila meriton të mirëmbahet, edhe meriton të kihet kujdes për to, edhe të mos lejohet që të shkëputet asnjëherë. E them këtë që dëgjua dhe kërkoj falje prej Allahut për vete edhe për ju, andaj dhe ju kërkoni falje se Allah është falës dhe mëshirues. Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Gjithë këto premtime ka edhe shumë të ndërruar vllazën. Ka edhe ajetet Kur'anit, ajeti më shpresdhanës në Kur'an që ju thot robërve të vet Allahu, o ju që i keni tepruar me gjunahe mos e humbni shpresën se Allah i fal gjitha gjunahet e kështu me radhë. Plot ka citate të këtilla, edhe ajete edhe hadithe edhe kështu me radhë. Asnjëna prej tyre nuk e ka kuptimin që na tash do të më u bë hileçar, edhe me thonë, po kjo punë ko ka shumë lehtë, pra, grahi jetës qysh dush, se po mjaftoj ka me thonë, o Zot falëm edhe Zoti me të falë. Zoti ma mirë se çdo kusht tjetër, e din se sa ne jemi të sinqert në kërkim faljet tona. Allahu e din shfare mirë, sa e kemi për një me, kur themi, o Allah, kësaj radhe gabova, mos gabaj. Ndoshta ki me gabu sërish, po ti e ki për një mend ato që po don me hjek dorë prej ati gabime dhe prej ati gjunaje. Andaj, kjo lidhje, duke qenë se Allah është i gjithdijshëm, duhet me qenë shumë e kullume, shumë e pastërt, shumë e përzemërt me gjithë defektet që i kemi. Mundëm me pas shumë defekte, mirë po lidhja e sinqert edhe e kullume, të gjitha qëto përfitime për cilat fola, e plot tjera që s'janë thonë, e do të me u thonë kohë pas kohë, të gjitha ato janë të realizueshme për shkak se Allahu është shumë i mirë. Allahu kur gjë sfiton nëse neve na ndëshkon për gabimet që i kemi bërë ose për atë që i kemi merituar. Edhe Allahu kur gjë nuk humb nëse na i plotson dëshirat tona, mbas edhe atëherë kur nuk e kemi merituar. Thjesht Allahu don që zemrat tona dhe shpirtat tonë me kon përzemërsisht edhe sinqerisht edhe në mënyrën më të pastër e më të kullume me qenë të kthime me qenë të kthyme ka madhënia e tij. Allahu na e mundsoft edhe na dhuroft sinqeritet në fjalë edhe në vepra, në përkushtim, në çndrime e në jetë, për arsye se vetëm kjo do të na bëjë dobi. Para se të përfundoj, e kemi edhe një apel, sikur këto apelet e zakonshme që i kemi kohë pas kohe, shpresoj që nuk ju kemi lodh e nuk ju kemi bezdis. Bashkia Islame e Kosovës ka aksion sot në gjitha xhamitë e Kosovës për me grumbullu kontribute për një xhami
që të quhet Xhamia e Gurit e që do të ndërtohet në qytetin e Malishevas. Nesër është gurthemeli në mënyrën ceremoniale. Ajo xhami është një projekt bukur i mirë, besoj që ndokush për juve edhe e keni pa. Apeli është që me u solidarizu me atë sa na lejojnë mundësitë, gjithnjë duke e pas parasysh se çdo gjë që dham ja japim Allahut fuqiplot, e Allahut kur i japim, Allahu e kthen edhe atë shumë fish, pa ju ngushtu, pa ju qitë në pozitë të keqe, vetëm kemi dëshirë që posteqin ta organizojmë edhe sot pas xhumajën në mënyrë që të grumbullon ato kontribute për atë projekt madhështor. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka fil alamin Hamidum Majid. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin wa adhill ash-shirka wal mushrikeen wa ansur man nasara ad-din wa akhdhul man khadhala al-muslimin. Allahumma man aradana wal islam wal muslimin bi su'in farudda su'ahu wa kaydahu ala nahrihi wa ashghilhu bi nafsihi waj'al تدبيره وتدميره يا رب العالمين. اللهم ردنا والمسلمين جميعا إلى الإسلام ردا جميلا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله.